Zhvillimet e reja në çështjen e sulmit të armatosur gjatë darkës së shoqatës së korrespondentëve në Washington, ku autoritetet amerikane kanë ngritur akuzat të rënda ndaj të dyshuarit kryesor. Sipas Departamentit të Drejtësisë, 31 vjeçari Cole Thomas Allen përballet aktualisht me 3 akuza federale, përfshirë tentativë për vrasjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara, një vepër që mund të dënohet deri me burgim të përjetshëm. Akuzat të tjera përfshin transportimin e armëve për kryerjen e një krimi dhe përdorimin e armës gjatë një akti dhune, të cilat gjithashtu mbartin dënime të rënda me burg. Prokuroria federale për Washingtonin, Janine Pirro, deklaroi se këto janë vetëm akuzat fillestare, dhe se lista pritet të zgjerohet ndërsa hetimet vijojnë. Ajo theksoi se bëhet fjalë për një tentativë të qartë për atentat ndaj presidentit, duke shtuar se qëllimi i autorit është bërë i dukshëm gjatë hetimeve. I dyshuari, nga Kalifornia, rrezikon një dënim të përjetshëm nëse shpallet fajtor. Ngjarja ka ngritur shqetësime të mëdha për sigurinë e liderëve amerikanë, veçanërisht duke pasur parasysh se kjo është një nga disa tentativa të raportuara ndaj Donald Trump në vitet e fundit.